ju e dini, është armatosur furnizuar me raketa kineze, me një distancë ndoshta me rrezë veprimi nga 250 deri në 400 kilometra. Tani ata nuk është se janë mbrojtëse, me sa kam lexuar edhe dëgjuar nga ekspertët, që ju do ta sqaroni më mirë, po janë për qëllime sulmuese. Tani Serbia nuk është se përkëjmore ato. Rreziku ne jemi, vendet e Ballkanit, jemi në rrezik. Kosova, Shqipëria, Kroacia, aleanca që u formua. Apo gabojmë? Po, Serbia, me sa di unë, i ka marrë këto raketa që në tetor të vitit 2025. I ka marrë para disa muajsh. Ka bërë kontratë mjaft kohë më përpara dhe në janar ato janë të pranishme në sistemin e aviacionit sërb. Raketat janë kineze dhe gjatë muajit janar dhe shkurt janë bërë testimet për të kualifikuar pilotët në përdorimin e këtyre raketave. Këto raketa tani u përshtatën për aviacioni sërb që bazohet e MiG-29. Pra, janë pregatitur, janë montuar dhe testuar për këtë lloj mjeti lëshimi. Këto raketa janë prodhuar në Kinë para 10-15 vjetësh, kanë hyrë në armatimin organik të aviacionit kines në 2012, janë raketa mjaft moderne. Ka një rrezë veprimi maksimum deri në 400 km, lëshohen nga ajri, janë sistemi ajër-tok. Kanë shpejtësi supersonike, Mach 3, do më 3 herë shpejtësinë e zërit, mesatarisht 1 km në sekond. Na kap kjo distanca 400 km? Këto si raketa sulmuese, do më thënë, është një armë sulmuese, ofensive. Aeroplani që mbart këtë e lëshon nga një distancë maksimum 400 km dhe mund të mos hyjë fare në tokën e kundërshtarit që sulmon. Do më thënë, e lëshon duke u nisur nga toka, nga terreni i tij, ose nga një vend tjetër që e ka mik. Dhe kështu që ajo bën një flurudh në vijë të drejtë 400 km dhe lakorja që bën ajo trajektoria për të arritur në objektiv shtrihet edhe më tutje. Përdoret kryesisht për të goditur objekte të rëndësishme të mbrojtjes ose të shtetit. Pra, synon për goditje objekte strategjike. Ka një ngarkesë rreth 150 kg eksplosiv, është e manovrueshme dhe e komandueshme në distancë dhe një nga përparësitë që ka kjo raketë është që ajo në rast se diktohet nga radari, ajo ndërhyn në komandimin në përpunimin e sinjalit të radarit dhe shmang përdorimin e radarit. Do më thënë, në qoftë se do ta goditësh me antiraket, me antiradarit, ajo mund t'i shmanget, sepse sensorët sapo kapin frekuencën e valës së radarit, e përpunojnë atë dhe i shmangen radarit dhe humbet gjurmë. Do më thënë, është një raket e mjaft moderne dhe tamam për këto qëllime që duhet të luftës moderne me aviacion. Është armë ofensive, është për sulm. Për sa minuta mund ta vinë Tirana, Prishtina, nëse lëshohet? E llogaritëm ne që në qoftë se rrezja e saj maksimale mund të jetë 400 km, ajo një pjesë të rrugës e bën edhe për inerci e tjera, mund të dojë një ta zonë 400 sekonda. Për 400 sekonda? Një 7-8 minuta nga pika e lëshimit. Dhe për në Shqipëri ajo nuk përbën një problem, sepse distanca, në qoftë se avioni nuk do të hyjë
as në Republikën e Kosovës, as në Republikën e Shqipërisë, ai do ta lëshojë nga territori i Serbisë. Dhe zonë se mund të kapi në një objekt të rëndësishëm këtu tek ne. Ajo paraqit rrezikshmëri për Kosovën dhe Kroacinë. Domethënë dy shtetet komshi që ka rreth rrotull Serbia dhe është shqetësuese për këto dy vende, sepse të dyja këto vende nuk kanë sistem mbrojtës antiraket. Kroacia ka një aviacion shumë të përparuar me aeroplane Rafale, por nuk ka raketa antiraket dhe me gjithë sistemin radar antiraket për të mbrojtur nga raketa. Domethënë për Kroacinë, se është dhe më afër se neve, është shqetësuese. Dhe bashkë me këto, Serbia ka sjellë dhe armatim tjetër nga Kina. Ka marrë një sistem të caktuar të mbrojtjes antiraket. Edhe ky është mjaft modern, është i ngjashëm me. Ka për sulm, ka dhe për mbrojtje. Ne s'kemi as për sulm, as për mbrojtje. Pra, ka marrë dhe një sistem të mbrojtjes kundërorë me raketa të vogla, të cilat kanë një rrezë veprimi 100 deri 150 km, maksimumi vjen 175 km. Ajo zakonisht veprimtaria optimale shtrihet deri në 150 km e këtyre raketave. Ato kanë ca sigla kineze. Sistemi është i përsosur, përfshin radarin, shtratin e lëshimit dhe ato qendrën e drejtimit komanduese. Është, si të thuash, një kopje e S-300-s ruse ose Patrioti, por më pak e vogël, ndërsa nga manipulimi dhe drejtimi është shumë moderne. Njëkohësisht, paralel me këto, Serbia është furnizuar me një numër të madh dronash luftarak. Shahid, po. Pra, këto drona luftarak i ka llogaritur t'i përdori në mbrojtjen kundërerore dhe për detyra të tjera operative që i duhen ushtrisë për vërtim, filmim, informacion fotografik e të tjera. Pra, Serbia po armatoset hapur nga nëpërmjet Kinës. Tani çdo shtet mund ta bëjë këtë dhe i lejohet sepse merr masa mbrojtëse për veten e vet. Por Serbia në këtë rast po fut sistemin e armatimit kines në Ballkan dhe në Evropë. Dhe i bën, si të thuash, një karshillëk Evropës dhe NATO-s me këtë armatim që ka futur kohët e fundit në këtë. Dhe kjo mendohet edhe për perspektivën përveç rritjes së fuqisë mbrojtëse për vete, Serbia rrit dhe fuqinë sulmuese. Dhe si të thuash, me këtë karshillëk, Serbia po hap një garë armatimi në Ballkan. Që vështirë se do t'i përgjigjet kush? Ne ndoshta nuk i përgjigjemi dot, por ndoshta dhe